Lehtësimi ju prit. Ju po veni në shtëpinë tuaj, e unë, po, gjithsesi për një arsye shumë të veçantë. Mirë dhe lehtësimi ju prit. Hajde të lutem, ti e bardha. Ratohemi. Ratojnë, faleminderit shumë që erdhët. Shumë kënaqësi që ju kam në studio, po ju shpjegoj edhe pak shikuesve për rëndësinë edhe për këtë mundësit reale që të rinjt po i gjejnë tek bota e gamingut. Në këtë moment që po flasim, në çfarë pike të aktivitetit jemi? Ta shtroj për të dy që cilit doni ta... Po, ne fillimisht faleminderit për ftesën edhe për hapësirën që me promovu aktivitetet tona, po në këtë rast ne me partnerin tonë kryesor, kolegjin AB, në javën e ardhshme me datë 15-16-17, që shorë do të organizojmë eventin që quhet High School Dev, një aktivitet triditor që është krahas edhe aktivitetet që kolegji AB po i organizojmë për maturantët. Edhe në këtë rast si organizim është duke shku shumë mirë, jemi në fazën finale ku jemi duke i prit ato regjistrimet e fundit. Për shkak se është një organizim shumë i madhe dhe ka gja shumë interesim, për shkak edhe të aktiviteteve që do t'i kemi, si nga aspekti i edukimit, trajnime, po ashtu edhe nga aspekti i arktimit edhe me mini turniret me shpërblimet që do t'i kemi. Okej. Jehuna, ku i ka gjetë kolegji AB të përbashkëtat? Kolegji AB dashur mbështet shumë iniciativat të tilla. Kjo është një ndër iniciativat të cilat në bashkëpunim me KGI-on po organizojmë në kolegjin AB. Aktivitetet të tilla ndihmojnë shumë studentët, maturantët, me qenë se është fjala, për arsye që gamingu sot nuk është vetëm loja aktiviteti, mirë po ngërthen me vete programe të ndryshme të studimit, ku maturantët kanë me pas shumë më të lehtë me gjetë veten ku cilës lëmi i përkasin. Kështu që nuk është një prej aktiviteteve që tash kemi startu me bashkëpunim, në me KGI-on kemi bashkëpunime të vazhdueshme. Pra, partner serioz i bie, kur bëhet më shumë se një aktivitet, i bie që frytet edhe benefitet e aktivitetet më parshme janë pozitive. Fakti që Jehuna po thotë që nuk është veç çështja e videolojrave që zhvillohen, ka për plot aktivitete. Çka i pret të gjithë pjesëmarrësit? Ati zbërthejmë disa prej atyre që me që akoma jeni duke i prit aplikimet e fundit, mund t'ja zgjojmë kërshërin dikujt që t'aplikoj. Patjetër. Para se me kalu të ajo ojka që e kemi, që ndoshta mund të mjau të rejkë vëmendje ma shumë edhe shikuesve, ne do të kemi 3 punëtori të ndryshme, do të thotë workshops për ndryshme që quhen, nga aspektet bazë të industrisë së videolojrave dhe zhvillimit, që kanë të bëjë me artin, edhe do të thotë dizajnimin e një loje, ose game design që quhet, e cila është edhe një lanë që i jepet në kolegjin AB, që është do të thotë nga kolegji i parë edhe në vend, që ofron një drejtim tillë, që ne si industri e kemi pa shumë rëndësi që t'jetë një drejtim i tillë, për shkak se në rajon ka edhe universitetet publike e kanë të përfshirë këtë si drejtim, për shkak se si industri është më e madhe edhe se muzikës edhe filmit së bashku, kështu që globalisht është një ndër industritë më të mëdha që gjeneron mjaft të hyra shumë të mëdha. Edhe për këtë arsye ne jemi duke mundu që me partner serioz që të kemi edhe mundësi shtrirje të njohurive bazë. Këtë rast 3 punëtori do t'jenë, si që të ka në game design, po ashtu në zhvillim të lojra, apo game development, edhe në publikim apo marketim të një lojes. Të gjitha fazat e një produktit, të një video loje që shkojnë nga konceptimi një ide, deri tek zhvillimi, pastaj edhe publikimi, atëherë këto janë 3 punëtori që do t'i kemi. Gjatë gjithë kohës, me partnerët tani do t'i kemi po ashtu edhe disa aktivitetet të arktimit, ku e kemi një gaming corner, aty do t'kemi mundësi që gjithë pjesëmarrësit të kenë kënaqësinë edhe mundësinë për me lujt lojra të ndryshme, dhe krahas kësaj kemi edhe 2 turnire që mbahen, 2 turnire, mini turnire, me thonë më mirë, ku aty do t'jenë me karakter garus? Po, me karakter garus, për shkak se do t'ketë edhe shpërblime. Edhe shpërblime do thotë për 3 vendet e para do t'jenë në vlerë monetare, kështu që kjo është edhe një risi, po edhe një shtys më e madhe, pse do shta dikush t'jetë pjesëmarrës këtë aktivitet, po edhe të njëjtën kohë të tregoj aftësitë e tij në loja të ndryshme, sigurt që është FIFA, do të thotë futboll, edhe Tekken apo ajo me arte marciale. Këto janë 2 mini turnire që do të organizojmë. Jehuna, duke qenë ti shumë pranë të rinjeve përmes qendrës për karrierë dhe punësim, sa ke pa interesim ose rritje të interesimit të rinjeve? Interesimi është shumë i madh i të rinjeve për fushën e teknologjisë, për arsye se gjithçka tashmë veç është duke u digitalizuar. Ne kemi programe të ndryshme në kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike,
është inxhinieri softverike, siguri kibernetike, programim dhe multimedia. Tashmë së fundmi e kemi akredituar dhe kompjuterik dhe fintech, është interesimi jashtëzakonisht i madh, po flas nga kolegji OAB për këto drejtime të fushës së teknologjisë. Kjo po duket e ardhmja, E ardhmja. Definitivisht të rinjtë çdo herë më tepër, edhe pse ju thatë, Selim, që është më e përhapur se sa industria e filmave dhe muzikës. Më buni shumë përshtypje kjo. Ka ndonjë statistik kur është bën ngritja, pra kur shënohet ai kalimi i madh, ai hapi i madh që ka kaluar edhe këto dy industri? Po, kjo ka ndodhur afërsisht afër viteve 2000, për shkak se njihen konzollat edhe më herët që nga vitet e 60, 70, kur është zhvilluar dhe loja por punk, apo me tutje kanë kaluar edhe me zhvillimin e teknologjisë, konzollat e ndryshme, sikur Sega, Nintendo, Sony PlayStation e tjerë, kanë kaluar në ato arcade games, po me zhvillimin e teknologjisë, sikur konzollat e ndryshme si Sony PlayStation 2, pastaj Xbox, këtu kanë qenë disa që kanë ndryshuar, do thotë edhe industrinë, e më pastaj edhe PC gaming, që quhet apo loja do thotë në kompjuter. Edhe kjo tash ne jemi dhe dëshmitar të sukseseve të mëdha që do janë duke ndodhur në fushën e e-sports nga ekipet kosovare. Ne kemi tash edhe 3, kemi do thotë antarë që janë të organizatave apo klubeve më të mëdha globale që në lojën CS:GO. Do thotë aty kemi MVP që Makaze, do thotë është një djalosh shumë i ri dhe i talentuar, që ka qenë fillimisht edhe i përkrahur nga antarë të BNES, Bad News Eagle, ekipi që bori buj mas shumë të në videolojra. Kështu që jemi duke folë për një industri shumë gjanë që përfshin jo vetëm krijimin, zhvillimin e videolojra, apo edhe e-sports, apo luajtjen e tyre, që tash e-sports janë duke u futur edhe sigur sport olimpike, që është shumë hap me rëndësi. Pra Kosova, nëse marrim në raport me botën ose me rajonin, ku qëndran? Po ne e shohim në dy aspektet, për shkak se edhe vetë industria diferencohet në atë mënyrë. Është aspekti i zhvillimit edhe aspekti i e-sports, apo i luajtjes së lojëve. Edhe në e-sports jemi më përpara, për shkak se kemi më shumë suksese që kanë arritur në nivele botërore, po edhe në zhvillim nuk jemi mbrapa. Në rajon mund të themi që jemi në vendin e tretë, ndoshta në rajon me vendet përkatëse, për shkak se është ende industrie e re tek ne, kemi kompani, kemi individ që janë shumë të talentuar që punojnë për kompanitë, ku kemi ne edhe në organizimin e kaluar që kemi pas do të thotë në bashkëpunim edhe me OAB-n, kemi pas edhe pjesëmarrës nga Finlanda, ku atje kemi Besa i Strefen që punon me një kompani globale, apo që ndryshën njihen edhe si AAA Studios. Do thotë studio me renome shumë të madhe, edhe ajo është një game producer në atë kompani, kështu që kemi pas në aktivitetin tonë, ajo ka pas mundësinë me shpërndar njohurinë e saj, edhe me ju tregu tjerëve se çysh është koncepti do thotë i komplet industrisë. Kështu që jemi duke mundu me i rrit dy aspektet, edhe sidomos në aspektin e zhvillimit, ku shoqata është duke u fokusuar më shumë si në aspektin e partnerëve institucional, vendor, po ashtu edhe ndërkombëtar. Okej. A flasim pak për pjesën se si ndihmon ju kolegji OAB Trint përmes qendrës për karrierë dhe punësim në tregun e punës? Qendra për karrierë në kolegjin OAB është ura lidhëse me studentëve dhe tregu të punës. Ne vazhdimisht organizojmë aktivitete të ndryshme, na kemi bashkëpunime me kompani të ndryshme ku e sigurojmë punën praktike të studentëve. Po e marrë shembull me fakultetin juridik, na kemi marrë veshje me gjitha gjykatat themelore në krejt Kosovën. Studentët e fakultetit juridik nga viti i dytë mund të fillojnë praktikën pranë gjykatave, secili program i studimit ka mundësi praktike që i mundëson qendra për karrierë. Ne gjithashtu organizojmë edhe panairin e karrierës dhe punësimit për 5 vite me radhë, ku për 5 vitet, për çdo vit kemi pjesëmarrje shumë të madhe të bizneseve, diku deri rreth 70 biznese janë pjesëmarrëse vitin e këtë vit, sapo përfundoi panairi i karrierës dhe punësimit, i kemi pas 86 kompani pjesëmarrëse, të cilat i hapin dyert për studentët tanë për mundësi praktike dhe mundësi punësimi. Gjithashtu tu e pa që gjithë shka po digitalizohet, së fundmi kemi fillu me organizu edhe një panair për teknologji, mbahet në ditën ndërkombëtare të hapësive kompjuterike, është viti i dytë me radhë që organizojmë dhe është një interesim shumë i madh edhe prej kompanive për pjesëmarrje, mos flasim për studentët që vetë se ju afrojmë tregun e punës brenda shtëpisë. Ne mendojmë që si qendër që studenti nuk ka me fitu në momentin që ka me marrë diplomën. Studenti fiton nga viti i pari studimeve sipas mundësive që i ofrohen. Në kolegjin OAB, studentët në rast se i shfrytëzojnë të gjitha mundësit që i ofrohen, unë jam e bindon, e kom thonë të disa herë, që i mrinë maja të suksesit pa dyshim.
Kjo është një mundësi tepër e artë që i pët atyne edhe pra... Kreqa jo mbetët që po thu edhe ti duhet veç me ka prastin, me shfrytzu se cilin aktivitet, se cilin mundësi që e javë kolegju AB, se janë të shumë ta në numër. Okej, kam shumë kureshtje sa i përket gjithë përfshirjes gjinore në video gaming, Selim. Am tregon pak që shëndrojnë djemët edhe vajzat në këtë industri? Po, është një sfidë reale që ne si shoqat këtë rast e kemi identifikua dhe për atë arsye kemi marrë hapa drejt asaj që të kemi një formë ku ne e trajtojmë barazin gjinore, se është me shumë rëndësi, edhe ne e tregova që Besa është një ndër ato që ka arritur shumë sukses. Anën tjetër e kemi edhe anëtarin tjetër të shoqatës tonë që është Agnesa Belegu, edhe ajo punon për Electronic Arts, do të thotë është një AAA studio që zhvillon loja, sikur FIFA e këto tjerat, edhe kështu që kemi prej kujt me mësu, edhe kështu që ne kemi në kuadër të planit të aktivitetet tona për këtë vit e kemi të planifikuar edhe Game Hearst, do të thotë Game Hearst në anglisht, apo lojat për ato, dhe kështu që e kemi një punëtori, ku do të kemi prap njërën prej ose Besa ose Agnesa do të jemë prap prezente, që me i tregu përso ofër me historinë e tyre, rrugtimin e tyre që kanë pasë në këtë industri, edhe do të thëtë me pasë mundësin që ato mu njoftu me industrinë. Për shkak se ne e pranojmë, në këtë rast gjinia mashkullore, e pranojmë që femrat janë më kreative, edhe sidomos të aspekti i artit, aspekti i ngjyrave edhe këto që janë ndoshta elementi parë që i shohim rana lojës, në 99% të lojave ato janë detaj parë që vrejnë. Kështu që në atë aspekt femrat gjithmonë e kanë një përparësi, që është intuita, dhe thotë ajo që ishtë në këtë drejtim. Edhe ne jemi duke u mundu që me ju ofru një platformë, ku edhe femrat e kanë mundësin që të kenë pjesëmarrje në këtë industri, edhe kështu që ne i mirëpresim gjithë ato. Okej, pse janë përzidh pikrisht FIFA dhe Tekken si lojra në këto mini turnet? Për shkak se janë disa prej lojave më të popularizume, edhe në këtë rast edhe për shkak se koha e kemi të shkurt për me organizu, mundën me kry ndeshët më shpejt, ai që është më jaftë ose ajo që është më aftë, mundës me kry ndeshën shumë më shpejt me fillim, kështu që janë dy loja që i njohin, edhe në vend ne e shohim në aktivitetet e shumta që organizojmë, apo ashtu edhe partnerët tonë, si është X-Portal, apo edhe Federata e Sports, organizojmë një turnet të ngjashme, kështu që ato janë lojat më popularizume. Duke pa entuziazmin nga ofert të tyre, të pjesëmarrësve, mendon se e the edhe më herët që e le për fund atë që ndoshta mund t'i tërheq më tepër për të apliku. Ka pas raste që në fillim ajo mund të ketë qenë gjëja e parë që i tërheq, por më vonë veç fakti të qenë rrit pjese këtij organizimi i ka shtu interesimin që me qenë edhe vitet pasuse? Definitiv. Ata që kanë ardhur dhe kanë provu për herë të parë një organizim që ne e quajmë si Game Jams, zakonisht një organizime ku mbahen për 48 orë, si lloj hackathon, ku zhvillohet një lojë, një MVP, një produkt i vogël nga ideja bazë. Edhe kushdo që ka ardhur dhe ka provu ato gjithmonë ka tentuar me ardhur herën tjetër, herën pasuese çdo aktivitet, edhe ne e shohim që regjistrimet na përsëritën, por çka është më e mira është që edhe fjalë shpërndohen, edhe kemi regjistrime të reja për shkak se bashkëpunim me partnerët tonë tjerë që i kemi, ne ofrojmë të gjitha aspektet i mbulojmë. Përveç se ata i sjellin kompjuterët e tyre, do thotë në vendin ku ne organizojmë me partnerët tonë, atëherë ata kanë vetëm me ardhë, me qëndru, me punu, me pas një kohë të mirë, me kalu mirë, me lujt, mu arktu, me flejt 2-3 orë, mu që prapë me punu, me kry, do të të më në asaj periudhe, edhe kështu që kjo është shumë atraktive, për shkak se edhe socializimi që ndodhë më rana komunitetit është shumë rëndësi, edhe në këtë rast ka mundësi që gjithë sësi të krijohen edhe partneritetet të reja, midis pjesëmarrësve, edhe të lindin ide për loja të reja, ide për u themelu studio të reja, që shka ndodhë dhe me shumë rastet kalume. Okej. Ihuna, a flasim pak t'ju bëjmë me dije prej tash që sa se kanë atë stresin trinjtë që puna shohin për mundësin e rjetëzimit të profesionistëve për mes workshopeve që do t'jenë në këtë 3 ditësh? Projekte që kanë me umbajtë në këtë treditorin e angazhimeve të lojrave janë për ndihmon pak... Po, do të është e para për game design. Game design, që kanë me u fut studentët e dizajnit grafik, dizajn grafik dhe multimedia, programim,
Gjithashtu dhe fakulteti ekonomik me programin marketing digital që së fundmi tash e kemi akreditu në kolegjin OAP. Ditën e 2 dhe 3 të vazhdon Selimi. Po, e kemi dhe të aspektin e zhvillimit të videolore o punëtoria e dytë, dhe gjithsesi gjatë gjithë kohës do të kemi këto eksperienca si kur me VR do të lojat e ndryshme që mundën me i lujt, po ashtu edhe aspektin e lojat me AR, në konzol, PC, edhe turniret. Punëtoria e tretë është aspekti marketingut, do të thotë edhe aspekti ekonomik brenda një loje, për shkak se si industri përfshin shumë industri të tjera për brenda asaj. Për përmendëm ekonomikun, jo rastësisht për shkak se secila loje ka një ekonomi brenda asaj. Kështu që nëse ajo nuk funksionon, atëherë e gjithë loja dështon. Lojtarët nuk njihen atraktiv atë shumë ndaj lojës, edhe nuk e marrin as shpërblimin kur ata duhet ose sa duhet, dhe kështu që ato janë disa detaje që studiot do të thotë i angazhojnë ekspertët nga fusha të ndryshme, në këtë rast edhe nga fakulteti ekonomik, do të thotë të diplomuarit ose ata që në studime, në mënyrë që me zhvillu edhe ekonomisë brenda loja. Kjo është shumë e rëndësishme, për shkak ato arsye që i përmenda. Po është edhe aspekti tjetër, ne kemi do të thotë në këtë rast edhe aspektin e fashion design, ku karakterit që janë brenda lojave, do të thotë ato kanë edhe rroba që i veshin. Ato rroba nuk janë rastësisht ashtu të vendosura, po ka qenë një fashion designer që i ka dizajnu ato, me ato do të thotë patronat e tjerë, edhe në këtë rast ato modelohen në 3D. Është një artist që i modelon ato 3D. Kështu që ka shumë sfera të ndryshme që i përfshin shumë profesionet. A do të thotë kjo që është ndru ky perceptimi që videolojrat janë veç arktim. Pra, fakti që ti e zbërtheve në një zgjerim shumë atë madhe të industrisë, një përfshirje shumë atë madhe të plot të degëve dhe fushave tjera, apo ka akoma njerëz që e shohin njëjtë? Jemi me një dilemë. Realisht jemi shumë mirë sa që kemi qenë vite të kaluara, për shkak se me sukseset në vazhdimsi të sikur të e-sports, po ashtu edhe të kompanive që kanë arritur marrëveshje ndërkombëtare me kompani botërore, atëherë kanë filluar me u ndryshu, edhe sidomos këtë rast me aktivitetet që ne i kemi duke u bërë më të zëshëm ndaj komplet industrisë, ka filluar me u ndryshu edhe perceptimi edhe te prindrit, po ashtu edhe vetëdijsimi. Do të thotë edhe tek fëmijët, edhe tek prindërit që lojat munden me qenë edhe një fushë që fëmijët ose ata personalisht munden me ndjekë si karrierë, me zhvillu karrierë, edhe nëse jo me punu prej Kosovës, munden me punu edhe për një kompani të huaja, po realisht edhe personalisht e them këto është që ne prej vitit 2013 punojmë me kompani, do të thotë botërore, që asnjëherë s'kemi pas nevojë për viza. Asnjëherë s'kemi pas nevojë për me dalë jashtë vendit, kështu që kemi punu prej këto. Pra, është zbe ai hezitimi i prindërve kur fëmijët janë marrë me videolojra? Patjetër, është zbe, ende ka do të thotë pak skepticizëm, që është shumë e pranueshme, për shkak se ka shumë përmbajtje që nuk janë edhe të duhura në fatkeqësisht, do të thotë në platforma të ndryshme, po normalisht këto hyn edhe kujdesi dhe përkujdesja ndaj përmbajtjes që fëmijët e konsumojnë. Dhe unë e di që Jehuna dha më herët të gjitha opsionet në tavolinë që themi për gjithë studentët, po do doja shumë edhe një këshill, çfarë këshille do doje me ju dhënë të gjithë rinjeve? Të gjithë rinjeve, këshilla ime vetëm kishte me qenë me shfrytzu çdo mundësi që ju jepet, me ndjek pasionin e tyre, mos me pas frikë, çdo mundësi praktike, qoftë edhe pa pagesë në këtë periudhë të moshës që e kanë, unë mendoj që në të ardhmen do t'ju henë në punë jashtëzakonisht shumë. Kanë me qenë shumë atë përgatitur për tregun e punës, kanë me ditë çka po dojnë dhe çka me zgjedh tash që janë para një vendimit të rëndësishëm. Kështu që pa hezitim, me shfrytzu çdo mundësi që ju japet edhe me ndjek ëndrat e tyre. Dhe, Selim, një gjë që është shumë e rëndësishme për të rinjët sajtë, që besoj Jehuna me përvojën që e ka përzërit me ta, e kupton se janë shumë të përgatitur edhe e din fare ma mirë se çka po dojnë prej vetës. Bile, kur flasim për tregun e punës, ata nuk e kanë më këtë ngurimin si se po më janë rëndë me thonë gjenerata jonë pak më vjetër, po duhet me pranu, që ka qenë pak marrë me pyet për pagën, ka qenë pak keq me analizu, nuk kemi ditë në fakt me analizu edhe aq mirë tregun. Ata sund me kemi organizu me maturant edhe një aktivitet me Gent Shaljon, e i gjarë dhe Greta i merim psikologe,
për orientim në karrierë për maturantët e ka shku jashtëzakonisht mirë. Nuk kanë hezitu, ka pas shumë pyetje, ka pas shumë interaktivitet në atë aktivitet. Kemi kalu jashtëzakonisht mirë e neve, që veç e potencove na kanë mungu aktivitetet të tilla. E vërtet shumë. Atyre ju po ju ndihmojnë kur jeni atë video gaming, ata me siguri që pyesin ose e din, ata që interesohen. Po ata që akoma s'kan ardhur në këtë, a është fushë në cilën fitohet shumë? Është një industri të jemi real, është një industri edhe pse është shumë e madhe, do të ka përfitime në vlera miliardëshe, depërtimi në industri është shumë i vështirë. Shkak se ka konkurrencë shumë edhe mbizotërohet nga këto AAA studiot apo këto kompanitë botërore që mëdha që kanë numër 1 kanë buxhet më të madh, numër 2 kanë edhe resurse humane më shumë edhe avantazhen në teknologji, në rrjetin e tyre të kontakteve të tjerë. Po nuk asgjë është e pamundur, kështu që gjithçka mundet mu arrit me punë, me përkushtim, me dedikim edhe mundet mu depërtu me pas sukses. Qoftë me formë personale ose formë ekipore, suksesi nuk është i pamundur, edhe kështu që ne inkurajojmë gjithë të rinjtë që të jenë pjesë e aktivitetit që do ta kemi, do të thotë maturantët që do të jenë me data 15, 16, 17, të vinë të shohin edhe të përjetojnë nga afër se, okej, ata jam shumë i bindur që mos me thoni 100%, po 99,9% tyre kanë luajtur një lojë. Do të gjatë duke zhvillimit tyre prej moshës fëminore, kështu që ata e njohin lojën nga një kënd tjetër. Kështu që hajde ne shikojmë këndin tjetër, ku është do të zhvillimi, konceptimi i një loje, zhvillimi edhe që ka ndodhur para basket. Ajo është shumë e rëndësi, edhe kështu që ndoshta për ata që mundet më ju duk interesant, që ju flen në shpirt, atëri kanë benefit edhe me lujt, edhe me punu, ku ka kombinim më të mirë. Super. A ju japim edhe në fund informacionet e fundit, edhe një herë datat, orën, të gjitha çka duhet mi? Po, do të thotë organizimin e përbashkët do ta kemi data 15, 16, 17, duke filluar nga ora 1 pasdite deri në ora 4. Do të kemi, do të thotë, gjitha këto aktivitete do të jenë brenda kësaj periudhe në kolegjin Albër. Okej, ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë që erdhëm. Kënaqësi. Miq, të premtave ju e dini që ndalemi edhe me vëmendje shfletojmë ofertën e sportës javore nga Viva Fresh Store. E them gjithmonë në ofertat të çmendura, kështu që e shohim bashkë çka na ofrojnë.